Në Pogradec është finalizuar me sukses projekti Ideja Handmade Shop, një nismë inovative që bashkon traditën artizanale me teknologjinë moderne. Ky projekt u mbështet nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe synoi fuqizimin e artizanëve, kryesisht grave dhe vajzave të angazhuara në artizanat, përmes krijimit të një platforme digjitale të integruar, website dhe aplikacion mobil. Përmes kësaj platforme, artizanët e Pogradecit kanë sot mundësinë të promovojnë e të shesin produktet e tyre në tregun online, duke pasur katalog virtual, dyqane digjitale dhe mundësi porosish nga konsumatorët. Gjatë zbatimit të projektit u realizuan 10 video edukative mbi teknikat tradicionale të endjes dhe thurjes, si dhe u përfshin mbi 400 produkte artizanale. Përfshirë krijimet e idea dhe ato të më shumë se 20 artizanëve të rjetëzuar nga qyteti i Pogradecit dhe njësive administrative. Një pjesë e këtyre materialeve u përfshin në katalogun Koleksioni Artizanal i Pogradecit, i cili tashmë është përndar gjërësisht si një mjet promovuesi trashëgimis kulturore dhe punimeve unike të artizanëve lokal. Në kuadër të projektit u organizuan gjithashtu takime të personalizuara prezantuese dhe rjetëzimi me përfaqësues të pushtetit lokal, si përmarrës, artizan të pavarur, OJF dhe bizneset të ndryshme, ku u prezentua platforma dhe u shpërndan materiale promovuese, katalog, broshura, kartë vizita dhe stiker me QR kod. Në ditët në vijim do të organizohet edhe një takim tjetër masiv online me të gjithë bashkëpunëtorët dhe kontributorët, ku do të prezantohen edhe një herë produktet dhe udhëzuesi i aplikacionit dhe website, por edhe duke diskutuar tema të rëndësishme si standardizmi i çmimeve, mundësitë e përfitimit dhe kriteret e antarësive të reja, duke lehtësuar sa më shumë mundësinë e bashkëpunimit të ngushtë të subjektit me personat dhe bizneset e interesuar. Një hap i rëndësishëm ishte dhe përfshirja e Ideja Handmade Shop në faqen zyrtare të promovimit turistik të qytetit, Go to Pogradec, e ngritur nga Bashkia e Pogradecit me ndihmë të bizneseve vendase, duke e bërë kështu pjesë të ofertës së integruar të qytetit. Fal këtij projekti, artizanët e Pogradecit jo vetëm që do të vijojnë të fitojnë më shumë vizibilitet, por do të ketë edhe një hapësirë të re për të ndërtuar të ardhurat të qëndrueshme, duke e çuar mjeshtërinë artizanale tradicionale drejt tregjeve kombëtare e ndërkombëtare. Platforma Ideja Handmade Shop është tashmë e aksesueshme në adresën www.ideashop.al. Ky projekt nga qyteti i Pogradecit dëshmon se si tradita dhe inovacioni mund të bashkëjetojnë, duke sjellë zhvillim ekonomik për komunitetin dhe promovim të kulturës shqiptare në botë.